A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fillimisht e famëdim Zotin subhanahu wa taala, do kemi salatë dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të dashur, pasi që më thon Eli Suneti, më thon e ka të rendin e vet se si ndërton fejen, një ndër burimet më kryesore të Eli Suneti që nuk ka xhilaf të këtë çështje, është mesela e ixhmas. Pas radhitjes Kur'ani, Suneti, ixhmaja dhe qiyasi. Sot do të folmi inshallah për ixhman, kurse nesër inshallah do të folmi për qiyasin. Renditja do të jetë kështu, sipas pikave që keni para vetes. Pikat kryesore duke filluar fillimisht për pozitën e ixhmas. Pse ixhmaja është më e rëndësishme? Allah subhanahu wa taala fillimisht ka përmendur ixhman në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur disa hadithe, që do të folëm pak më vonë inshallah. Por është më rëndësi ixhmaja nga se Kur'ani dhe Sunetin mas mirë që e kuptojnë janë ulemaja, janë dietarët islam. E nëse për një çështje janë bashkuar ulemaja, ka ixhma, janë bashkuar ulemat e sahabëve ose më thonë e tabiineve ose ulemat më vonë, nëse janë bashkuar për një çështje, kjo i bë që këta kretë kanë shikuar Kur'anin dhe Sunetin dhe kanë dhënë përfundim për një çështje. Dashu janë shumë rëndësi ixhmat e dietarëve. Kjo është sa i përket pikës parë, pozitën dhe rëndësinë që e ka ixhmaja. Tash do të ndalemi tek pika e dytë. Çka ne kuptojmë cili është definicioni i ixhmas, gjuhësisht dhe në terminologjinë islame. Fillimisht gjuhësisht vjen pi fjalës xhama, që vjen më prej unifikimit, prej bashkimit. Këtu vjen fjala ixhma. Ne përdorim edhe me xhamat, namazin me xhamat. Bashkimi, e këta kuptimi ka. Kurse në terminologjinë islame, kur themi ixhma, e ka një kuptim edhe më të gjatë. Ulemat kanë thënë ixhma i bie ittifaq mujtahidi asim min al-usul. Ittifaq, më thonë që i bie, më thonë dakordimi i mujtahidëve. Do të folëm pak më vonë kush janë mujtahidët. Mund dakordimi i mujtahidëve të një gjeneratës e caktuar, qofshin e gjeneratës e sahabëve, tabineve, ose edhe më vonë. Po dakordimi i këtyre i një gjeneratës për një çështje të caktuar, kjo është ixhma. Min ummeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ky ixhma do të qenë nga ulemat që janë më thonë pjesëtar të këtij ummetit. Pra nuk mund të thonë ka ixhma të ulemave krishterë. Mund të qenë këta musliman. Ixhmaja e dietarëve islam për një çështje caktuar, ba'de wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo do të ndodhën pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ka nevojë me pas ixhma, por derisa person ka qenë gjatë, s'ka pas nevojë, se person ka qenë prezant. Shpalla ka zbritur nëse ka pas nevojë për një çështje. Kurse pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë ulemaja e sahabeve, e tabiineve, me ardhmë përfundim për një çështje caktuar. Dashu themi, është edhe ky kusht me qenë kjo ixhmaja pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vazhdon thonë ulemaja ala emrin dini, për një çështje fetare. Jo për një analizë caktuar politike ose për një zbulim të caktuar, duhet me qenë një çështje fetare. Pra kur themi ixhmaja, këtë çta kushte ka. Do thonë me qenën bashkimi i mujtahidëve të një periudhës caktuar, nga ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij, edhe çka tjetër me qenë për një çështje fetare. Pra kjo është më definicioni i ixhmas, më thon tek ulemaja. Tash do ndalmi ç'kjo ixhma, që problem drejtash, cilat janë ato argumente që e vërtetojnë këtë çështje. Pra Allahu subhanahu wa taala ka folur në Kur'an që ka marrë nevoja e ixhmas së dietarëve. Është përmend, më thon është përmendur në Kur'an dhe Sunet. Fillimisht do përmendni disa ajete ku Allah subhanahu wa taala ka përmendur ixhman në Kur'an. Ajeti i parë që flet për këtë çështje është ajeti i surën Nisa, ajeti 115. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Kush e kundërshton Rasulin, pra të dërguarin, pasi që është sqaruar e vërteta, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dhe i pason jo rrugën e besimtarëve.
Allah që thot, nuwallihi ma tawalla, atë lami anësh, nuk e uzojmë. Dhe çka ndodh me këtë person? Wa nuslihi jahannam, ki përfundon në xhehenem. Edhe çka tjetër, wa sa'at masira, edhe sa përfundim i keq është kjo. E ku nxirret ijmaja nga ky ajet? Është pjesa e ajetit ku thot Allahu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dhe pason jo rrugën e besimtarëve. Ulema e kanë thonë, nga ky ajet del një shesh rruga e besimtarëve. Kush janë këta besimtarë? Rruga e besimtarëve për kë është për qëllim? Kanë thonë është për qëllim ijmaja. Pra më thonë një person i cili e kundërshton pejgamberin, edhe e kundërshton ijman, ai përfundimin e ka të keq. Pra nëse një besimtar kanë marrë një rrugë, janë bashku për një çështje të caktuar, ne si besimtarë kemi obligim me shku pas kësaj rruge që e kanë caktuar besimtarët e mirë. A kupton? Kjo është një ndër ajetet që Allah subhanahu e ka nënvizuar çështjen e ijmas. Ajeti tjetër që flet për ijman është ajeti në surën Ali Imran, ajeti 110, thot Allah subhanahu wa taala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Thot Allah ju jeni ummeti më i mirë. Pse? Ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni në të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndaloni nga e keqja. Për këtë arsye jeni më të mirët. E ulemat nga ky ajet e kanë nxjerrën, kanë thonë si ka mundësi me qenë ummeti më i mirë, edhe ata mos me di çka është e mira dhe çka është e keqja. Pra nëse ummeti është bashku për një çështje të caktuar, se kjo është haram, edhe kjo kështu, e jo ashtu, ne si besimtarë më thonë kemi obligim me shku pas rrugës së këtyre besimtarëve të mirë, që janë këtë rast më thonë janë mujtehidat e ulemat e islamit. Kjo është një ndër ajetet. Një ajet tjetër, Allah në surën Bakara, ajeti 143, thot Allah subhanahu wa taala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe ju kemi bërë ummeti më i drejtë. Pse? Li takunu shuhada 'ala an-nas, që ju jeni dëshmitar mes njerëzve. Kush janë këta dëshmitarët? Që ne u dëshka me marr atë mesatarën për këtyre. Ulemat kanë thonë ky ajet flet për ulemat që kanë ardhur për një çështje të caktuar që është ijmaja. Pra edhe ky ajet më thon aludon se besimtarët e mirë më thon e kanë obligim më thon me ndjek më thon ijma. Këta ishin disa ajete. Sa i përket haditheve që flasin për ijman, janë disa hadithe. Një ndër hadithet që flet për çështjen e ijmas është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thënë sa faman arada bahbuhat al-janna falyazim al-jamaa. Ai i cili ka dëshirë me kon mes të xhenetit, ne të kapë për xhamatin. Edhe cilësia jonë, a nuk është ehli sunne wal jamaa, është për qëllim ijmaja që ne ndjekmi ulemat e caktuar. Pra nuk jemi vetëm ne ehli sunne, jemi ehli sunne wal jamaa. Ne edhe e ndjekmi, më thonë, xhamatin e besimtarëve, që në rend numër 1 janë ata ulemat e ijtihadit. Pra më thonë, kjo hadith flet për rëndësinë, më thonë, e ijmait. Edhe gjitha hadithet tjera që flasin për rëndësinë që më u kap bashkë me muslimanët, mund më shfryzue si argumente që flasin për ijman. Kjo është një ndër hadith. Një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith tjetër, inna ummati la tajtami'u ala dalale. Ummeti im nuk ka mundësi mu bashkue në dalalet, në devijim. Këtë hadithet e shënon Ibn Majah dhe Abu Dawudi, gjithashtu edhe Tirmidhiu. Tek saktësia e këtij hadithit ulemat kanë folën që ka dobësi. Nuk është i sakt shikuar nga aspekti i zinxhirit, por shikuar nga aspekti i kuptimit, kanë thonë është hadith i sakt, bile është mutawatir, gradën më të lartë të saktësisë. Edhe pse zinxhiri është i dobët, por manaja e vërtetën ajetet dhe hadithet tjera. A kupton, më thonë? Pra më thonë kjo hadith flet që ummeti i pejgamberit nuk ka mundësi mu bashku në dalalet, në devijim. Pra më thonë edhe ajetet po i shohim, edhe hadithet po flasin për çështjen e ijmas. A kupton deri tash? Çfarë po ndalmi te ç'kjo ijmaja i ka disa shtylla dhe disa kushte. Pra më thonë që me kuptu më mirë ijman, me kuptu drejt, du të mi pas parasysh, më thonë,
shtyllat e ixhmas dhe kushtet e ixhmas. Shtylla e parë e ixhmas është bashkimi mushtehideve. Kjo është kushti i parë. Por me qenë një ixhma e caktuar, duhet me qenë, më thonë, bashkimi i ulemave të një periudhës caktuar, qofshin ata sahabët apo dietar tjerë që vinë më vonë. Po nëse, po themi, të marrim një shembull, nëse për një çështje në një periudhë caktuar janë 100 ulema, edhe këta 100 ulema thonë që kjo çështje është haram, edhe dalin ja 4-5 ose 2-3 ose 1, edhe një nëse del, thotë jo, nuk është kështu, nuk pajtohen me mendimin e juaj. Ixhmaja nuk realizohet. Patjetër duhet me qenë prej kushteve të ixhmas me qenë një zërit gjithë ulemat. Kjo është më dhon kushti i parë. Tjetra, çështja tjetër me qenë këta ulema, me qenë musliman. Pra nuk bie në konsiderat nëse bashkohen jo muslimanët. Patjetër këta ulemat me qenë prej idhtarëve të islamit. Gjithashtu ka thonë ulemaja, ixhmaji realizohet prej kushteve tjera në bashkim, është edhe çështja me qenë ata prezent në një gjenerat të caktuar. S'mund me thonë, nëse tabinet për një çështje kanë ardhur në ixhma, s'mund me marrë argument një sahabi, ose me marrë një dietar që ka marrë më vonë. Duhet me qenë ata një gjeneratës. Me qenë prezent të gjallë. E kanë dëgjuar çështjen edhe ata pajtohen. E kësaj kanë thonë ulemaja është el-muasara, me jetu në një periudhë. Pra ulemat që janë mbledhur për një çështje në një periudhë të caktuar që kanë jetuar e kanë qenë gjallë. Edhe aty ka ardhur lajmi muhabeti për meselën e caktuar dhe ata janë pajtu. Pra kjo është janë disa kushte janë përmendur. Kjo është përket bashkimit. Kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë, çështja e caktuar për të cilën janë mbledhur ta ulema, meselja e caktuar, duhet me qenë një mesele që nuk ka pas më herët në një ixhma tjetër, më herët. Shem nëse tabinet vinë në një ixhma të caktuar, duhet me qenë një çështje që s'ka pas ixhma më herët. Nëse ka pas ixhma të sahabët, nuk vlen ixhmaet e tjerë që vinë pas. A kuptuar? Kjo është më prej sa i përket meselës. Gjithashtu ka thonë ulemat, lejse fia khilaf mustaqir, duhet me qenë gjithashtu një çështje që s'ka pas khilaf më herët që është vërtetu. Shembull, nëse tek sahabët një çështje fetare ka qenë mes dy mendimeve, një palë e sahabët kanë thonë kështu, e tjetër kanë thonë ndryshe, a mund marrë tabiinët më vonë një xhma? Nuk ka muslimar. Nga se nëse sahabët kanë qenë në dy mendime për një çështje, dhe gjenerata që vjen pas nuk mundet me e unifiku meselën. Ajo mbet më thonë khilaf me një çështje që ka më shumë mendime edhe nuk ka drejt dikush që marr më vonë edhe me e mbyll me një mendim. Gjithashtu kanë thonë ulemaja, nuk ka drejt gjithashtu nëse tek sahabët ka pas dy mendime për një çështje, me ardh gjenerata tjetër më vonë me qitë çështjen e 3 mendime. Edhe nuk ki drejt edhe me shtu, po edhe me paksu çështjen khilafin e sahabëve ose atyre që vinë më vonë. A kuptum? Kjo ishte disa kushte, disa rregulla sa i përket çështjes së ijtihadit. Gjithashtu më thonë prej shtyllave të ijtihadit është edhe meselja me qenë çështje fetare. Po përmendet më herët, nuk ka ixhma për çështje zbulime, për më thonë qofshin ata shkencore ose mjekësore ose çdo që qofshin ata, më thonë çështja ixhmaja ka të bëjë me çështjet fetare. Për një çështje të caktuar. Kjo ishte më thonë sa i përket më thonë shtyllave dhe kushteve të ixhmas. Dalmi të çështja tjetër, pika tjetër me radhë, llojet e ixhmas. Këto është një çështje shumë e rëndësishme e kuptuar, nuk janë gjitha ixhmat të një kategorie. Kemi disa lloje të ixhmas. Fillimisht më thonë kemi ixhma qauli ose sarih, ka thonë disa ulema, ixhmaja që është vërtetuar përmes deklarimit. Për një çështje caktuar, këtë sahabët kanë thonë kështu. E kanë deklaruar me gjuhën e tyre. Kjo është një lloj. Edhe është grada më e lartë e ixhmas. Po kemi nga ana tjetër përballë kësaj kemi një ixhma tjetër që është sukuti. Ixhmaja e heshtur.
Çka i bie ixhmaja e heshtur? Ose kanë thonën el-iqrari, ixhmaja që është e miratimit. Kanë thonë se një çështje, një mesele ngritet tek sahabët ose ata që vinë më vonë, edhe 20 ulema japin qëndrimin e tyre, folin që përpa, mesela është kështu, edhe 80 ulema tjerë shujnë, heshtin, edhe këtu ka ixhma. Nga se, më thonë, ulemaja nuk i takon një alimit, më thonë, nëse një çështje ngritet, edhe është mujtehid në gradën e lartë të dijes, nuk i ka i me shujt. Por zakonisht ulema nëse ka një çështje ata folin. Pasi më thonë këta një pjesë e madhe ulema s'kan fol, kanë heshtur, ulemat kanë thonë kjo është lloj ixhmas sukuti, ixhma i heshtur. Oni palë kanë dalë me qëndrim tjetër, kanë shujt, edhe kështu që më thonë është kuptue ixhmai i heshtur. Kjo është një lloj ixhmas. Kemi një lloj tjetër të ixhmas që është më thonë ixhma qat'i dhe ixhma dhanni. Ixhma qat'i është ixhma i prerë, që s'ka dyshim, është vërtetuar më thonë në formë më të saktë. Por kemi një lloj të ixhmas që është përballë qat'is, është më thonë ixhma al-dhanni, që është ixhma i supozuar, ose ixhma i dhanni, që i bie më thonë i dyshimit, ka këtu në hapësirë me dyshu të vërtetimi i ixhmas. Edhe kjo një lloj është disa ulema, ndoshta keni dëgjuar, njëri ulema thotë këtë çështje ka ixhma, dikush thotë jo, nuk ka këtë çështje ixhma. Nuk është e saktë që ka ixhma në këtë çështje tek ulemat. E kjo kategori është ixhma dhanni, pra ixhma i supozuar. Lloji i tretë i ixhmas është çështja ixhma am dhe ixhma khas. Ixhmai që bësh i përgjithshëm edhe ixhmai i caktuar. Çka i bie kjo? Ixhmai am është ixhmai që bëhet për mesele të njohura të fesë. E keni dëgjuar shpesh hoxhallar kur folin, kur tregojnë mesele, thonë i kemi 5 vaktet e namazit. Kjo është vërtetuar me Kur'an, me sunet dhe me ixhma. Kjo është një çështje ixhma am i përgjithshëm. Këtë muslimanët e dinë këtë çështje që i kemi 5 vakte namaz. Po pse përmendin ixhman? A ka nevojë me përmendje? Ka nevojë me përmendje ixhman. Pse? Nga se më thonë, ne e kemi pa kohët e fundit kemi dëgjuar, thotë dikush nuk i kemi 5 vakte namaz. Sa i kemi? 3. Ose 2 vakte janë. Nga vin këta njerëz, këta mendime vin nga se e kanë lënë anësh ixhman. Edhe çish argumenton këto me Kur'an, i marrin disa ajete që ka hapësirë me pas me ndryshe interpretim. Edhe e nxjerrin që ka 3 namaze, edhe 2 namaze. Ne i themi e keni gabim. Pse gabim e keni? Nga se më thonë Kur'ani dhe Sunneti është vërtetuar me ixhman e dietarëve se ka 5 namaze. Kështu që nuk na lejohet asnjëri për besimtar nuk i lejohet me dalë për ixhmas. Ixhmaja ka mbyll këtë muhabet. I ka thonë fund, ka pak. Po nuk ka drejt dikush marrësh më vonë. Më thonë vallahi mbas ajeteve dhe haditheve, po më del mua që ka 3 namaze. I themi ka ixhma këtë mesele që ka vetëm 5 namaze. A të po ixhmaja sa është më rëndësi. E mbyll derën e keq kuptimit të ajeteve. Edhe këtu zakonisht ato Kur'aniunët, ata që mjafton vetëm me Kur'an, e marrin edhe e lënë zakonisht ixhman e lënë anash. Që do të foli pak më vonë inshallah për dyshimet që janë rreth ixhmas, po është edhe kjo çështje, më thënë. Kur'aniunët ata që mjafton vetëm me Kur'an, aty si pëlqen ixhmaja. Se ixhmaja mbyll këtë dyrt. I themi a ka ixhma këtë çështje? Po. Nëse ka ixhma, nuk kiti drejt më thonë me shpreh mendimin tënd. Se ka qindra ulema që kanë shpreh mendimin e tyre, që ata kanë thonë që ka 5 kohë namazit. Nuk ka më pak edhe më shumë. A kupton më? Ixhmaja, pra, shikoni, ixhmaja am, që është i përgjithshëm, është shumë më rëndësishme. Po kemi edhe ixhman khas, që është për mesele caktuara. Këta zakonisht ixhmai khas vjen për mesele që nuk janë shumë të njohura, edhe aty ka ixhma. Shemë themi për filan çështjen ka ixhma. Ta marr një shembull, ixhmai khas që është i veçantë, që nuk është shumë i njohur, është meselja rekatin e parë takshome dhe dytin apo imami lexon me zot të lartë. Rekatin e tretë lezohet me çish në Fatihaja me zot të ulët. E tash, për këtë çështje që me lexu parën rekat dhe dytin me imami me lexu me zot më të lartë,
Dhe rekatin e 8 me lezu me zot të ulët, por këtë çështje është një hadith i dopt. Që vjen sa më thonë e ka rekatin e parë dhe dytin, më thonë ka lezu me zon, tretin ka lezu pa zon. Edhe mund marrësh dikush me thonën vallai kjo çështje hadithi që nga i dobët, kështu që më thonë po lexojmë edhe 30 rekat me zon. A ka drejt? S'ka drejt. Pse? Themi ka ixhma tek dietarët që rekatin e parë dhe dytin lexohet me zon, imami rekatin e tretë lexon pa zon. Edhe pse hadithi është i dobët, ulemat më thonë mundet me ardhë në përfundim në një çështje duke u bazuar në gjitha argumentet tjera, edhe më ardhë me një ixhma kjo që mbyllet dera e debatit. Edhe nuk i lidh hapësirë, më thonë asnjëherë dikujt që më ardhën, me thonë kjo çështje hadithi që nga i dobët, kjo që më thonë nuk veprojmë me këtë hadith. I themi jo. Më thonë kjo çështje ka ixhma të dietarëve që nuk na lejohet ndryshe vetëm se në rekatin e 8 me lexu pa zon. Për shkak ixhmaja është një çështje shumë madhore. Më thonë ruhet ajo më thonë korniza kryesore të shariatit, ruhen përmes ixhmas. Edhe si thash pak më herët, më thonë këta kuranionët e kanë këtë problem. Problemi kryesor më thonë ata nuk e pranojnë më thonë çështjen e ixhmas. Gjithashtu kemi ixhman e sahabëve dhe ixhman atyre që vijnë më vonë. Edhe është një lloj ndarje. Në ixhma e sahabëve është grada më e lartë e ixhmas. Nëse sahabët kanë ardhur për një çështje të një mendimi të caktuar dhe kanë ardhur në përfundim se kështu është çështja, nuk i takon askujna me thonë ndryshe. Po kemi ixhman e tabiineve, ixhman e ako mos i mendon ixhma në kohën tonë. Po, ka mundësi me ndodhë dhe ixhmaja për çështje fetare dhe në kohën tonë. Për meseleve që është bashkohore, që muna me thonë ka ixhma, është çështja e pirjes së duhanit. A ka qenë një çështje fetare më herët çështja e duhanit? Por ulemat bashkohor kësaj kohë muna me thonë që kanë rënë nuk i di, kanë rënë pajtim, që më thonë duhani është haram. Dhe dikush thotë ndrysh, themi ka ixhma, edhe u klikim moment. Ulemat bashkohor, më thonë, ndoshta rradh edhe hiç nuk mund me gjithë dikan këta mendime janë pak më herë. Shtash kohën e fundit, gjitha analizat e mjekëve kanë ardhur në përfundim që është rrezik cigaria, edhe i bie shumë smundje të rënda. Kështu që ulemat bashkohor kanë ardhur në përfundim se ixhmaja, çështja e cigares është një shembull prej shembujve se si më thonë edhe kohën tonë mund me pas ixhma tek dietarët. Shembull është çështja e cigares. Çfarë do të thënë çështje tjetër? Ixhmaja, më thonë, ku mbështetet? Më thonë, ku e ka bazën ixhmaja? A mund me thonë dikush tash, ju po thoni ixhmaja dietarëve. Pra dietar pas kanë drejt me marrë me diçka të reja që feja s'ka ardhur. A ka mundësi me ndodh kjo? Me thonë ixhma, ulemat, shembull, ta marrim një shembull që kjo s'do, po e marrim vetë si shembull, ulemat kanë ardhur në përfundim që ixhma ka tek dietarët që mes me nuk ka sunetin islam, sunetet e namazeve. A mund marrë ndonjë ixhma i dietarëve që larg argumenti jo. Themi ixhmaja mbështetet në Kur'an, në sunet. Nuk ka mundësi me ndodh një ixhma e caktuar. Nëse ulema nuk bën se nëse themi ndryshe, që themi jo, ulema janë bazuar në Kur'an dhe sunet, kemi nxjerrë një akuzë të madhe ndaj ulemave. A ka mundësi ulemat e mëdhej si sahabët e tabiinët, ata kanë ardhur në përfundim për një çështje dhe s'janë bazuar në Kur'an dhe sunet? Nuk ka mundësi. Ndoshta ne nuk e dimë argumentin e tyre. Se ulemat kur thonë për një çështje ka ixhma, ta dini se nuk ka dyshim që ka argument. Mund të qenë argumentin drejt për drejt, mund të qenë ndonjë argument tërthorazi, ndonjë argument i fshehur, ndonjë rregull i përgjithshëm i shariatit. E kështu me radhë ulemaja këtë argument i kanë parasysh. Ti ndoshta nuk smush me kuptuar, ndoshta mund me kuptuar se analizon, nëse lexon më tepër, ka mundësi marrë përfundim me kuptuar ixhman e dietarëve, por shpesh herë ndodh që njerëzit nuk mund me kuptuar ixhman ulemave. Shumë sahabët kanë ardhur përfundim për një çështje. Edhe kur i lip argumentet, ndoshta nuk gjen shumë argumente. Por sahabët kanë ardhur për filan çështjen edhe kanë ardhur ixhma. Themi, më thon, edhe nëse nuk na del në shesh argumenti i tyre, ne mjaftohemi vetëm me ixhman e dietarëve. Ata qofshin sahabe apo të tjerë që vinë më vonë. Pra kjo është çështja sa i përket ku mbështetet ixhmaja. Çështja tjetër me radhë dispozitat e ixhmas. Nëse kemi marrë përfundim se kjo filan meselja, filan çështja është ka ixhma, cilat janë obligimet, ata dispozita që unë i kam ka shik kësaj çështje.
E para, ka thonë dietar wujubu ittiba. Obligim e kemi me pasu këtë çështje, këtë mendim. Nëse ka ixhma në një çështje të caktuar, nuk na lejohet me thonë ndryshe. E kemi obligim me marrë këtë mendim. Edhe tjetër kanë thonë ulema e dyta, hurmatu mukhalafatu. E kemi haram me kundërshtu. Thuish, hoxha, nga erdhe ti që po thu haram me kundërshtu ixhma, a ke argument? E përmendon fillim ajetin kush e kundërshton pejgamberin dhe rrugën e besimtarëve. Ku përfundon? Përfundon në xhehenem. E rruga e besimtarëve çka ishte? Ishte ixhmaja e ulemave. Pra nëse ti e kundërshton ixhman e dietarëve, e ki haram. Me mendu ndryshe, përveç se sipas këtij mendimit. Pra ixhmaja, më thonë si thash më herët, e mbyll dyrtë e manipulimit të dikujna që mundet me nxjerrë ndonjë mendim që s'kan qenë, më thonë, ulemat më herët. Çështja e tretë, më thonë, el ixhmai është hak. Edhe nuk ka mundësi me qenë gabim. Nëse ulemaja kanë thonë për një çështje, ka ixhma, asnjëherë mos me shku mendja që këta nuk e kanë qellu. Ose mund me qenë ndryshe, vetë se haki është e ixhmaja në pasimin e ixhmas. Gjithashtu ulemat kanë thonë çështja tjetër, dispozita tjetër me radhë, është ai i cili e kundërshton ixhman që është qat'i i prerë, ai edhe bën kufër edhe dërpi islamit. Shembull, përmendëm shembullin e namazeve. Ai i cili thotë ka 3 namaze, thotë mbështet në ajete, hadithe, i themi bën kufër. Thotë mund thotë më ka ardhur analiza, ku më analizu Kur'anin, Sunetin, ku marr përfundim që 3 namaze janë. I themi edhe nëse kjo ardhur përfundim që janë 3 namaze, e ki kundërshtu ixhman. E ki mohu ixhman, e ai i cili e mohon ixhman, që është një ixhma i prerë, ai mohon deri për islamit. A kupton, kjo çështje është madhore. Mohon ixhmai që është në formën e prerë, është vërtetuar, nuk na takon neve me kundërshtu. Mohon, nëse e mohon, edhe del edhe për islamit. Gjithashtu çështja tjetër që është më radh, hurmatul ijtihad. E ka haram dikush me bë përpjekje, me bë ijtihad nëse është vërtetuar ixhmaja. Shembull, e përmendëm më herë meselen në 3 rekat me lezu pazon në akşam, imami. Duke thotë vallai po bëj ijtihad, po i këshiri hadithet, i themi e ke haram, me bë analiza. Ka se ulemat ka ixhman këtë çështje, që në rekatën e 3 lezohet pazon. Edhe nëse kjo përfundim që hadithi është i dopt, nuk lejohet me dal nga kjo çështje. Sheikh Albani kur ka folur për këtë meselën hadithit dopt në rekatën e 3, ka thonë edhe pse hadithi është i dopt, po ka ixhma këtë çështje që më thonë lezohet pazon. Edhe ka përfunduar Sheikh Albani. Vetë ka përfunduar që hadithi është i dopt, po ka thonë ka ixhma tek ulemat që me lexuar në rekatën e 3 me lezohet pazon. A kupton? Çështja tjetër, ka thonë ulema për dispozitave që ka ixhmaja është sukutu naqlu dalil al-ijma. Më thonë bie, dikush nëse thotë ka ixhma në filan mesele, nuk takon ti, më thonë, veç nëse je në zonë si dijes, me i pyet argument, nëse mjafton me thonë dikush që ka ixhma. Nëse është vërtetu ixhmaja, nuk e kiti për obligim mu interesue argumentet. Pse kjo? Nga se ti e pason rrugën e besimtarëve. A përmend më herët ajeti. Më thonë rruga e besimtarëve ti e ke pasur rrugën e ulemave që janë mujtehida. Dhe ata kanë ardhur në përfundim se çështja kështu, dhe nuk ka ndryshe, ti e ke pasur rrugën e besimtarëve, kështu që më thonë e ki arsyen para Zotit, nëse më thonë o Zot, unë i kam pasur ulemat, dietarë që kanë qenë mujtehida në këtë çështje. Edhe s'ka nevojë më thonë ti me bësh shumë analiza rreth argumentit se si kanë ardhur ata më thonë këtë çështje. Gjithashtu për meseleve tjera, për dispozitave, nëse është vërtetu ixhmaja, edhe nëse çështja është, më thonë, dhani, ka supozime, shndrohet në yaqini, bëhet çështja e prejme. Mund me përmend si shembull është meselen që përmend pak më herët çështja e akşamit. Do të thonë nëse edhe pse hadithi argumenti është i dobët, është dhani, ka hapësirë për me dyshue, ixhmaja nëse vjen argumentin e dobët e forcon. Themi pse hadithi është i dobët, por këtë çështje, më thonë ka ixhma të dietar se është në recatën e 8 nuk lexohet me zotë të lartë. A kupton? Hadithi është i dobët. Po ne e premi çështjen dhe nuk lëmi hapësirë ndryshe me mendue vetëm se
me ixhma kemi ardhur këtë përfundim. A kupton? Kjo është më thonë. Edhe çështja e fundit në këtë ligjërat janë më thonë disa dyshime që i paraqesin disa njerëz më thonë sa i përket çështjes së ixhmas. Pse duhet të studiojmë këta gjëra? Se shpesh ballafaqohemi me njerëz që vinë me analiza të caktuar me problemi është e ixhmaja. Ata më thonë e mohojnë çështën e ixhmas. Dyshimi i parë është që këta thonë ju me ixhman që pretendoni, ju po doni me na mbyll derën e ijtihadit, e përpjekjes. Ju me këtë pretendim, po thoni që mos studioti, mos mësoti, mos analizo, po na mbyllni derën e ijtihadit e përpjekjes. Themi këtyre njerëzve dera e ijtihadit është e hapur. Por ka çështje në Islam që është mbyll më herët. Nuk jemi ne që ata që i zbulojmë. Nuk da takon neve me ardhë me çështje që janë mbyll më herët, edhe ne me ardhë edhe me studiu për s'dyti herë. Nëse ulema e kanë ardhur që thotë më herët 5 namazë ka ixhma këtë mesele. Nuk i takon asnjë besimtarit me ardhë me bë ijtihad, me çel këtë dyrë dhe me menu ndryshe. Me preteksin që unë jam të bëj ijtihad. Unë jam të studiu, jam të mësue, për që më lejohet me menu ndryshe. Si shumë ne shohim shumë njerëz, mos ata që kanë probleme rreth sunetit, që nuk e shohin burim sunetin, ata kanë këtë problem. Thotë ju po na mbyllni derën e meditimit, e analizave e kështu me radhë. Themi më thonë për çështjet e ijtihadit, më thonë dera mbyll nga se janë çështje të prejme, edhe nuk lejohet me mendu se ashtu. Me dyshimi i dytë. Përgjigjja është e qartë e dyshimit parë. Dyshimi i dytë, ta thonë ju po na me këtë çështjen e ixhmas, ju po na thirrni neve që me pasu verbalisht. Ju po na thirrni, po bëni davet që ne mi pasu ulemat verbalisht. Themi, nëse ulemat islamit kanë ardhur për një çështje, s'po them një person, dy persona, ka ixhma këtë çështje, themi ne kemi vepruar me ajetin kuranor fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dini se nuk e dini. Ne kemi vepruar me ajetin e kemi pasu rrugën e besimtarëve. Që më thonë nuk na lejohet neve, kjo nuk është verbalisht, kjo është me argument. E ki pasu alimin, jo një alim, po disa ulema. Që më thonë ti i e faqe barë para Zotit. Nëse më thonë ti e ki marë si argument, jo një dietar, po e ki marë si argument shumë ulema që kanë ardhur në përfundim që ixhma këtë çështje kështu është meselë. A kupton? Edhe kjo është dyshimi i dytë. Dyshimi i tretë që kanë thonë ixhmaja ka një problem, ka thonë, shumë është vështirë me vërtetu ixhman, edhe është e vërtetë. Më thonë, në disa çështje dytësore, më thonë, nëherë ndodh njëri prej ulemat thonë që ka ixhma këtë mesele, del një tjetër thotë jo, s'ka ixhma. Për çështje dytësore. Më thonë, nëherë ndigjojmë edhe kësi analiza. Edhe kjo është e vërtetë, më thonë, për çështje dytësore, nëherë ndigjojmë që filan alimi thotë ka ixhma, tjetri thotë s'ka ixhma. Për kësi çështje më thonë, pasi që më thonë ka mes dietarëve, dikush po thotë që ka ixhma, për një çështje, dikush thotë jo, kështu që më thonë mami për mohemi krejt ixhma. Nuk është e vërtetë. Se kemi llojet e ixhmas që nuk ka dyshim të dietarët. Sikur shembulli i 5 vakteve të namazit. Do të themi ka ixhma të dietarët dhe nuk ka ndryshim mendim që dikush thotë se janë 3 vakte ose janë 4 vakte. Ka ixhma këtë meselë. Ka çështje që ka dy lloje të ixhmas, që dikush më mendua del një alim thotë ka ixhma filan meselë. Tjetri thotë jo s'ka. Çish me vepru këtë rast? Këtë rast më thon ka hapësirë alimi dietari me analizu çështjen. Po nëse ka përfunduar çështja tek më herët që ka ixhma dhe jo ndryshe, atëherë më thon mbyllet këtë. Çështja tjetër, dyshimi i tretë, dyshimi i katërt. Më thon ne jemi burra, ata janë burra. Ne jemi besimtarë, ata janë besimtarë. Pse ne me qenë të obliguar me i pasu dietarët? A nuk kemi të obliguar me pasu Kur'anin dhe Sunetin? Pse me shkut ne me pasu dietarët? Themi ixhmaja, më fillimisht Allah ka përmend Kur'an, ka përmend te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë që s'ka mundësi ummeti i tij na mu bashku ndalalet në humbje. Që më thonë gjitha këto argumente që përmendëm pak më herët, aludojnë që e vërteta është me ata. Kurse ti e vërtetë edhe ti e besimtar, ata janë besimtar, por ata besimtar
të dalluar, pse të dalluar? Nga se gjenata e parë sahabët. A ka mundësi dikush mas piti me kuptu Koranin se si e kanë kuptu sahabët? Në kuptimi i tyre është i veçantë. Bile për nëse ka thonë alejkum bi sunneti wa sunneti l-khulefa e rashidin. Ka përni për sunnetin tim dhe sunnetin e khulefa e rashidin. Sahabët më të mëdhej, Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radiallahu anhum. Dhe nëse ka thonë me një hadith tjetër, gjenata më e mira gjenata ime. Pas ata që vin pas meje, pas ata tjerë që vin pas tyre, e kështu me radhë, pra më thonë këta gjenerata janë të arta. Edhe kuptimi i tyre është i veçantë, e sidomos nëse ata janë bashku për një çështje. Neve nuk na lejohet me mendue ndryshe. Pra këta janë edhe disa dyshime që paraqesin ata, dhe ka edhe disa dyshime tjera, por më rëndësi më ai cili kupton këta fillimin e kësaj ligjëratës, shumë lehtë ju jep përgjigje këtyre dyshimeve. Themi që feja islame ka pas bura, ka pas njerëz për rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Zoti ashtu siç ka zgjedhur pejgamberin, ja ka zgjedhur edhe sahabët. Qasjen e Allah thotë Kur'an radiyallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur për tyre, dhe ata ishin të kënaqur me Zotin. Shumë kjo gjenerata është e veçantë, gjenerata e ulemave tani pas tyre janë gjenerata që Allah na ka mësuar neve mi konsultu këta njerëz, me marr dijen për këtyre. E sidomos nëse ata janë këtë bashkë për një çështje, kështu që më thon këtë rast bëhet edhe obligimi edhe më i madh me shku pas hapave të këtyre. Pra kjo është më thon, sa vazhdojmë nesër me çështën tjetër që është më thon qiyas. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërblet.